e një prej qenë vendvotime më të mëdha në Prishtinë, fakt. Po, Arben, si që thatë edhe ju jam këtu në shkollën Ismail Qemali. Me njëherë sa u futa brenda e pata një qytetare cila veç se dëshiron me e shprej një ankesë të saj. E ndruar si quesh? Unë jam Gjevahire Krasniqi, erdha me asistu me nanën, këtu në shkollën Ismail Qemali. E pashtë një pak natësi, me thonë drejt, pata dhe një debat mes atyne që e përcjellin votimin. Momentat e fundit, KQZ-ja ka vendos që personat që e moshuar apo ata të cilët nuk janë gjendje me lexu mirë dhe me ditë ku e qesin votën, me pas një dokument për asistencë. E pashtë të parësyshme në minutat e fundit, kur edhe këta vetë nuk ishin të pregaditur për këta dhe të informuar për këtë çështje, me thonë drejt unë edhe thash kisha me dhënë një ankesë. Nuk është në rregull kjo që kanë vepru. Të gjitha subjektet përfshihen në KQZ. Kjo është një jo pregaditje e duhur, e kush e ka marrë vendimin minutat e fundit, ai le ta pëson me ndërgjegjen e vet, për gjithë këtë stres që po na jep. Të gjitha subjektet dalin thojnë, dilni votoni. Dolo me krytëm obligimin tonë. Pse ata nuk janë të pregaditun për gjitha moshat me i pas pregaditjet. Bile për të moshunit është dashtë me u pregadit edhe në shtëpi mi u shku. A është kjo hera e parë që e keni këtë problem? Për hera e parë është kësa herëm që kjo që e ndëgjova, po na prind do të vetë mi pru me sjell për me votue. Mirë, po kjo që ka ndodhi sot është e pahjeshme për të gjithë ata që e kanë vendos për me pru këtë situatë. Me gjithat, a ka votu zonja në fjalë? Po, votoj zonja. Mirë, po u desh me asistencë, u desh pak ata të faktikisht mi tregu. Edhe njëherë? Kush e di me marrë dokumenta, kush di me marrë dokumenta për me votu. Mjekësu. Kush se din? Nona po me do që është mjekësor. Jo, u deshke me pas një dokument zyrtar që une me tregu që e asistoj. Kjo nuk është në rregull. Qysh mund ndjeni ju që ju ka shkak këtu ndoshta gjithë ky stres në këtë moshë që keni? Jo, në zdim. Se nona do ashti me ndërprej votimin, tha po shkojnë shpeta dhe s'po votej. Ma se s'lajshin. Kategorike për me votu, edhe me të drejt edhe e tregova ato që pak nacit e mia. Edhe shumë pata dëshirë dhe bashkë u kënaqa që është edhe përmes mediave. Pa marrë parasysh kush do që e ka sjell këtë veprim në minutat e fundit është e pahjeshme edhe është jo logjike, se po na e shohin logjikën more, po na beso, kemi mjaft stres, është jeta shumë dinamike këtu. Edhe faktikisht me të ardhmuna na piqesmi me votu, edhe me thonë jo duhet asistent, kjo nuk është korektësi. Kaloni mirë. Gjithë të mirat, zonja. Pra,